di si të qoftë ty tani këtu brenda? Mos ma mirë që për bëj profendim, Jo, se normalisht është forma jote, strategjia jote. Unë tani për shoh që ti ke marrë një lloj roli me kriju grupin tënd dhe fjala ata mini ushtarët e tu, se unë prap realisht mendoj që ju shumica jeni bërë ushtarë të labit. Po këtu ja fuja, këtu po flet pa logjik fare. Po fare, unë kam 2 ditë që ati si hedha syt. Unë ati si hedha syt, as syt nuk ja hedh. Labinotin. Si mund jem unë ushtari ati? Si mund jem unë ushtari ati? Jo me zemër, jo. Jo, fare. Tu e ke komplet gabim. Pastaj, kjo puna e grupit, kë kam unë grup? Ja, të të them. Ndërsa ty të shofë që në mënyrë të vetëdijshme mundon që ta bësh grup ushtrimin, Sasën, Klodin, Londrimin dhe... Jo, Alba, po thot që unë kam marrë një rol tani, si pas mëndjes së saj, që dua të krijoj grupin tim dhe ushtarët e mi që nga Sasa, ti, edhe kusht tjetër? Londrimi, Klodi dhe dëshiron tani edhe të Edi. Edhe të Edi duhet ta bëjmë ushtar. A ti po dënë mi morë ushtarë? Jo, po e bëj unë. Hygerta në bëni ushtar. Unë po duhet të krijoj grupin tim dhe ju jeni ushtarët e mi. Dhe i djekem klubit e sonë të jemi tëtë. Jo, unë them kjo në mënyrë të vetëdijshme do ta bëj, ama ju në mënyrë të pavetëdijshme jeni ushtar të ati. Bravo, shumë e mençmi. Jam ushtar i rrugës. Olba, do me thonë tash i ka do 2 njerës që e kanë ushtrinë e vetë. Lobin edhe ty. Po. Tash, kjo të këshyrë, kush po thot jo unë e s'jam, se këtë pithojnë a që po, kush thot unë e s'jam, e rekruton për veti, thot që kjo është i duri. Sa analizë bukur, ku shtrim po është shumë e dobët për mua si kapacitet. Të lutem mos më ofendo mo. Mos më ofendo, të lutem kapacitetin tim. Gëm, une analizat për krateje, normalisht du nga me jap dopta, se qashtu i kje dhe te. Une menaj që në momentin që ti menën, analizat dopta, e di që s'ki kapacitet mi pranu as ato më të forta. Ti, Sasa, Klodi edhe Londrimi po i shkoni shumë për brapa Hygertës. Kështu shofon. Qaq për mrapa që jem të shku në Hygertës, mendoj që nëse del para me e Hygerta ko me dojnë bashkë me të. Se kupton. Baj fjallën. Nuk e kupton. Unë jom ushtar besnik, nuk jom majgare. Nuk e kupton. Je komplet gabim, Alba. Menoj që njeri vetëm që s'kupton një shpijeti. Të tem vetëm një gjë? Të tem vetëm një gjë, Alba? Alba. Dhe keni për ta parë. Alba, të tem vetëm një gjë? 2. Jo, një. Në lidhje me këtë. Fakti, të lutem. Fakti që ne rrim bashk, nuk do të thot pa tjetër që po krijojmë grup. Po, se ti edhe të drejtën e jetë selektive vetëm të këta. Po një sekond. Dhe ta ndjera aty ty edhe pra ta erim pranë teje. Më dëgjo pak. A ka mundësi thjesht ta qepësh sa ta mbarojnë 2 fjali? Po. Atëherë. E di pse se kjo po ju bën shumë të drejtën selektive, vetëm juve ju ndjeni ra ndaj kësaj në mënyrë kështu të pavullnetshme si seder. Kupton si mundohet? Unë e du si Hygerta që është. Unë e du si personalitet, si Hygerta. Ama unë nuk varim nga Hygerta. Mund ta qepësh pak zinxhiri. Ashtu nuk varem nga Hygerta. Mos e mbyll, më dëgjoj pak. Fakti që ne rrim me njëri tjetrin, nuk do me thënë pa tjetër që unë kam idem për të ju grup, se nuk është në mendjen time si që është në mendjen tënde çdo sekond loja. Ka ardhë të na, prit. Po kështu pra, se ti kështu, unë kam qef të rrim arditin, kam qef. Po ja pra, kam qef, po ta them, dhe ti s'po e kupton. Po sepse ti dëshirën dhe kënaqësinë që kam unë për të ndenjur me Sasën, me kushtrimin, me Arditin, me Londrimin, me Klodin, ti thua që unë po krijoj grup. Moj kam kënaqësi. Mirë, faleminderit që po ma jep të vlerë. Publiku dëgjoj, nëse që kam lojtare, po kam grupin. Që në momentin që ata ndihen shumë të ngrohtë pranë teje me padrejtësinë selektive që ti bën. Po jo, nuk bëj padrejtësi, u rri me atë që kam dëshirë dhe që ndjej mirë, ti këtë se kupton. Hygerta, ti këtë se kupton. Moj dhe në jetën e përditshme, në jetën tonë të përditshme, ti zgjedh 5 njerëz që të rish afër dhe të tjerët i ke hajde pi kafe këtu,
Shi justifikime. Po ti, po s'ke mund të kuptosh që apo të them, s'kam që të bëj, është problemi jo ime. Aj se kam pa unë detaje tjera. Mirë. Edi edhe ku ta kthe fjalën, ti prap I shkon brapa Edit. Edi, unë kam një raport super lezetshëm me Edin. Jemi se cilin punë vetë, po se cilin punë vetë, dhe vetmja gjë që na bashkon është o në muhabet për dolcen, ose në gallat shaka e momentit. Gjë më tepër. Ke bë përmbar me çeshme. Se kur ta ka kthy fjalën keqe Edi ti ja ke bë përmbar. Si ja pranoj Edit sepse atë raport ka. Po se ti nuk I disha katona se s'rri me ne. Jo, egër ta ktheu. Dhe pash. Çat bëj, I përkthejnë gjërat gabim. Kaq po ta. Kamerat janë kështu. Po kamerat janë patjetër. Edi erdhi edhe buf më shtypi kur ul për të ngrënë për shembull. Po jo, e kam fjalën në disa raste. Ti u përzive të shkata, ti dhe ai ta bëri qarë, që mos përzihesh ti. Okej, lexoj si dushti. Lexoj si dushti. E pash. Po lexoj si dushti. Tani dallon një njeri kur e ka seriozisht e kurse ka seriozisht. Mirë, okej. Si të duash ti lexoje? Thjesht po të them që e ke komplet gabim. Për ty e kam, jo për vetes. Po unë jam rehat o shpirt. Unë I di që marrëdhënie kam me gjithë secilin. Dhe është shumë e qartë. Dikush bën si shumë e mirë, po me zi pret që të mësule? Normalisht, gjithë janë përsulje. Po jo të gjithë. Shumica po. Jo, atë shumica jo. Atë që bëm të Kam ca njerëz. Kam ca njerëz. Ta bëj? Jo. Tenton. Unë, kur më bën zemra shpirti du shumë dhe pastaj më rasti më të parë më gjuhesh ta shoh për fallcitet. Kështu që don't worry, kështu kuptohen gjërat. Nuk ka problem, unë fare me gjërat tilla. S'ka problem. Tuaj shpirti zemra, pastaj unë dy pare mendi kam. Bë qefi. Strategjira nuk bëj. Ama këtu duhet kesh 4 parë. Jo. Strategjira nuk bëj. Jo patjetër. Strategjira nuk bëj, lojra nuk bëj. Po u pëlqen mendimi im sy, okej, po si pëlqen, pa problem fare. E pash situatën unë. Jo patjetër. Po mirë, një pyetje do të bëj unë për këtë grupin, se pas kam futur në grup sasën, kushtrimin, londrimin, po arditi. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Alba, se pas kam futur në grup, unë dua ushtar sasa, kushtrimi e tjerë, po arditi. Qërë? Se unë rrim arditin. Arditi s'mundesh. S'mundesh. Me arditin ke raport ndryshe qëndrimi. Për shumë. Arditi kështu si kokë në kokë, barabart, kupton? Ashtu e respekton arditin. Nërsa këta I kap shumë. Edhe këta bien pre, normalisht aftësia jote. Arditin edhe duash s'mundesh. Ardit? Deri tash Por po Gerta ka nevojë për përkrahjen tënde. Unë kam nevojë për përkrahjen e arditin. Jo. Ka nevojë. Beson. Se duhet t'ja thush disa gjëra. Jo, s'po e them për keq, a? Jo, e kuptoj, po. Se ky shef me syrin e jashtëm, se ti je brenda situatës. Kupton? Për këtë e kam. Unë arditin e shoh bashkëftar. Po pra, kështu është. Po, nevoja E respektoj, flet pak, dëgjon shumë, kur flet siç duhet, edhe është Po, ama kuptimin e nevojës, jo se ti je më dobët se arditi, po kuptimin që Jo, është syri s'ka lidhje. jashtëm. Si ti që mund t'jesh për arditin? Ne flasim thjesht e kemi kënaqësi, nuk është se shkoj unë edhe arditi vjen te unë edhe të bëjmë Tash edhe unë, jeni kështu. E llogarit Ne arditin thjesht rrim barabart. thjesht rrim se jemi një moshë, jemi një pjekuri, jemi një eksperiencë dhe e gjejmë veten shumë me njëri tjetrin. Po e bën. Patjetër e bën. Po ju nuk e kuptoni këtë gjë. Se kuptoni dot, nuk e kuptoni dot. Po këtë thash pra, Si mosha? këtë thash për batut. Pak para e thash këtë, do të thotë se si kokë në kokë në raport të barabartë. Kështu e thash. Kjo është e vërtet. E bëre një analistë të saktë. Për neve definitivisht po. O, si u largu si kur të eqë. Po se ti Ua, ma the një la, cake më, ja po të ta dhunoj dorë, po e caka. Po. E do dorën. Alo. Shqyqyre shkrive akullin, e the një lafë mirë.
Një analizë në 100 që bëre ishte saktë, nuk ishte dhe aq i mirë, Alba. E di pse, se të thash i laft mirë tani, dhe prandaj pëlqeu. Fare. Po të them unë lafet kritikas pëlqejnë. Fare, jo zemra, sepse kritikën ta kam dëgjuar dhe ta kam vlerësuar. ke një gjë. Ti çdo gjë që të shkon kundra logjikës tënde, nga që nuk të pëlqen, e quan paragjykim. Ndërkohë, duhet të ngresh veshët për Ke shumë tjerë. situata që ke paragjykuar. Po jo, më zemra ime nuk të paragjykoj fare. A mund dalemi te ky momenti i arditit që ndodhi shumë i bukur? Që vlerësoj domethënë që arrita një analizë të bukur, sipas teje të Është e vërtet. Analiza më fikse deri tash.